se kam pasion e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende mbretëri që po ndërtoj. Di se kam pasion e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Një zë fantastik, një talent i cili meriton të duart trokitet fort edhe fort nga publiku dhe jo vetëm, kudo ku ka shqiptar jemi me Niki Zaimin sot miq. Jam shumë e lumtur që të ndaj tavolinën sërish bashkë në të podcast të radhës me Niki Zaimin, talent i padiskutueshëm në me siguri me bindje të plotë të them në Shqipërinë në tregun artistik shqiptar pa fare mund ta themi. E shikon veten? Për të Shqipërisë? Po, për të Shqipërisë. Guxon? Ne kemi tentuar sa herë, po s'na ka lënë policët. Kemi ngel në aeroport shumë herë. Çka ka ndodhur? Kanë pa me instrumente, po këta do ikin kurbet për të lek. Lera e di unë do jenë prekur nga jo kënga e bukur që na kanë marrë natë që atëherë. Na kanë marrë natë. Një tekst shumë i bukur. Unë mendoj që ti s'ka gjë se ndalon që të shkosh për te Shqipërisë me zërin tonë, me artin tonë. Çdo gjë ka kohën e vet. Me dritën tënde dhe aureolën që ti arrite të shfaqe në skenën e këngës magjike. Si u ndjeve aty në atë moment, si ke përjetuar? Duke qenë se ishte viti i vlerësimit, çmimi që t'u dha. Viti i tretë radhazi në këngë magjike. Është domethënë viti i dytë që isha kategorinë big domethënë. Po. Ishte domethënë herët e parë kam qenë shumë emocionuar. Si ishte një artist kështu big, a? Të jesh big domethënë. Vitin e parë përjetova mirë kështu, duke vetë ai madh, a kupton? Pastaj vitin e dytë çdo gjë njësoj. Diçka normale. Po, nuk është se kishte ndarje mes artistëve si një si big, kështu që. Vetëm mira keni folur të poshtë gjithandaj se keni pasur këngëtarë të tjerë përfaqësues nga kënga magjike dhe vetëm fjalë të mira. Nuk ke ndonjë ankesë, një kërkesë, një gjë që s'ka pëlqyer, që syrit e ka kapur dhe ka parë që diçka që don aty dhe nuk shkon. Ndoshta për mua si Niki është thjesht mënyra e votimit që votojmë njëri tjetrin. Dhe kemi shumë pak pikë në dispozicion. E kupton çdo janë 28 pikë. 28 pikë në dispozicion, janë 45 artistë në netët finale. Tani këtë vit çik problem kjo. Këtë vit nuk kishte njeri që s'duhet kishte një pozicion, domethënë pikësh. Domethënë ti hajshë me veten tënde, kë do vësh, kë s'do vësh. Po mirë, ti vetë me ambicien tënde, nuk kishe dëshirë që të ishe ti fituesi këngës magjike. Pse nuk ngulmoje? Unë gjithmonë mungon ty të mos promocionosh. Gjithmonë nuk kam pasur fitoren në gjën primare sepse di që kupa në fund të ditës është vetëm kupë edhe. Nëse una ndodhi një gjë, për shembull, vitin e kaluar unë isha i pesti në votimet e publikut. Në gjithë këngë magjike. Niki le të themi që ke fituar shumë zemrat e publikut. Kur shkojnë lokal te live-et e mia, unë bëj këngën e këngës magjike, e këndojnë, kjo është fitoria ime. Kjo është fitoria më e bukur patjetër. Si kanë shkuar koncertet, më trego pak. Jemi lodhur ne kemi pothuajse çdo mbrëmje, duhet ta themi. Jemi lodhur çik me thon drejtën, po edhe kudo. Rëndësi ka që javë për javë shpalosim veten tonë dhe artin tonë tek publiku dhe kaq ka rëndësi. Është pak e lodhshme, sepse po bëhet pothuajse kemi qenë në qershor e deri tani që jemi pothuajse nga një live se s'bën po 2 dhe 3. Wow. Në javë. Intensive, duhet thënë intensive. Pra muzika të ka gjetur ty apo ti ke gjetur muzikën? Si ka qenë kjo? Histori dashurie. Unë kam nisur muzikën që 5 vjeç, kam qenë pianist. Kam nisur në piano 5 vjeç, unë kam mbaruar programin e liceut që në klasë të 8. Kjo ishte arsye pse nuk vazhdova liceun dhe akademinë si rrugën time të shkollimit. Që 5 vjeç kam pasur domethënë një lloj emocioni dhe fuqie për të mësuar sa më shumë gjëra në piano, në instrumente të tjera si kitar, bas. Dhe kjo dashuria për pianon u përkthye në dashurinë për muzikën në përgjithësi. Flasim si për produksionin, si për instrumentat, domethënë dhe kur isha në gjimnaz në Harry Fulls për elektronik, flasim. Një artist për elektronikë, multitasking. Ishte konkursi i gjimnazeve Art Fest, quhet. Konkurrojnë gjimnazet, po, me styre për anën artistike, kërcim, këndim, banda, instrument. Unë kam qenë filluar fillimisht për instrument, për piano. Po, dhe pastaj? Vitin e parë, vitin e radhës, fillova të këndoj. Aty fillova të njihja çunat që kam dhe tani në band, po themi para 5 vjetësh, dhe aty kemi fituar grupin më i mirë.
Pas ka qenë një katapult shumë e mirë. Po, aty ka filluar që unë të filloj të këndoja, të mos kisha më turp se nuk pëlqente zëri, më thënë drejtën se nuk kam pas ditë. Po mirë, se me kalim në kohë, me dhe që zëri kërkon dhe pjekurin e vetë. Po patjetër, ka praktikën e vetë dhe aty fillova domethënë që të kisha një lloj ndjesie për të kënduar, edhe po ashtu dhe vitin tjetër të ardhshmin të fundit që kisha në Artfest, filluam prap grupi më i mirë, instrumentisti më i mirë dhe më duket. Po mirë, pra që nga destinuar që ti jesh fituesi më i mirë, grupi më i mirë. Vitin mbasi fituam, vitin e fundit që fituam Artfestin, domethënë si grupi më i mirë, domethënë. Morëm ftesë si band për edicionin e parë të T-Rocks Festival. Është atë kohë ishte festivali më i madh i rockut që kemi, ishte Eugenti, Jericho, Boykeni, grupi Brios, ishte Burnout, ishin nuk e di po harroj tjetër, po ishin gjithë emrat e rockut. Emrat të mëdhenj. Po, ishim dhe ne, e hapnim ne festivalin edhe atëherë ka qenë emocion shumë i madh, ishte në amfiteatrin të Kliqeni. Një lloj emocioni sepse po luani me idhuj tan. E kupton? Ishte grupi, domethënë, ishim duket si një ëndër në fakt e cila preket. Sa kishim filluar, sa kishim shkelur skenën, na vjen ftesa për të hapur koncertin. Dhe që atëherë është histori. Po. Dëgjoj, ti ke bërë dashuri vetëm me muzikën apo tani unë jam në shkollë për kam qenë elektronik në gjimnaz. Po mos na kalon, mos na kalon. Prit, jam të vazhdoj. Elektronik në gjimnaz. Mos më profilizoj. Informatika aplikuar për universitet, tani jam në master për Zemra, çfarë thot zemra? Zemra. Ku e kemi Niki? Me emocione. Se kshu je perri. Nuk tregojnë të ta. Nuk tregojnë të gjitha, jo. Jemi kështu, pak hermetik në këtë pjesë. Jetën personale, mbajmë personale, privatësia është. Po, vetëm me muzikën bën ti? Po, vetëm me muzikën. Sidomos me gitarin, Shiko, të tregoj diçka. Të tregoj diçka. Ti çfarë konkretisht? Shiko, të tregoj diçka. Babi më ka thënë një gjë. E dashura është do kesh djali Alkezaimin. Po. Matë është legjenda e djemve të Vjosës. Ashtu e vërtet. Më ka thënë një gjë shumë të bukur. Kitarja është e dashura më mish do kesh gjithë jetën. Se të dëgjon, të qan hallet, të tradhton, kështu që mos kemi gitarën. Robi ka nevojë për një po mirë. Varietet për pak opsion. Shkojmë te pianoja, pastaj te basi. Hajde. Është dikush në zemrën tënde një vajzë apo? Po s'tregon të gjithë. Nuk themi. Është personale, jemi në rregull, kështu që. Mirë, do të privatësi, zgjedhim privatësinë. Mirë, ti tash je mirë nga gjendja emocionale. Po patjetër. Kjo i tregon të gjitha, ke flex të gjitha. Nuk kemi këngë depresive, kështu që bie që jemi mirë. E ke menduar ndonjëherë ndonjë krim të ndonjë balade për shembull apo nuk e shikon veten atë? Mund të krijoj balada për të tjerë, po për vete e kam pasi plan shumë të bukur për një baladë, domethënë të jetë ndjer pa instrumente rock, pa shkulur flokët, domethënë, po në një të ardhmë të afër. Pa shkulur flokët. Po, ato jo për ato. Po dëgjoj, ke krijuar një band tëndin. Po. Si krijove këtë konglomerat të bukur, se aty do kërkon patjetër që se ti të ketë rolin e vet të rëndësishëm. Çunat dy nga çunat i kanë gjetur tek Artfesti, jemi një orë të Artfesti. Mbas Artfestit na fton në një live tjetër që ishte akustik, dhe më duhet dikush në kahon. Domethënë ajo perkusioni që s'vend son baterinë, domethënë. Edhe marr një nga shokët e mi dhe më duhet një se s'bën se janë për live. Edhe më sjell me mik një çun për, domethënë që ishte baterist, po për lut kahon ishte edhe atëherë. Edhe u njoh. Vazhduan live pastaj akoma edhe sot, domethënë kemi krijuar atë kimin me njëri tjetrin dhe 4 vjet bashkë, 4 vjet. 4 vjet. Ja, kjo është pjekuria. E keni kaluar atë 3 vjet quhet, nëse kalon këtë periudhën 3 vjeçare si në dashuri, si në miqësi, si në punë. Kur isha e ndërton. Kur isha në X Factor, isha me vocal coach kisha Kamela Islami, që përshëndes fort, e dua shumë fort, super zysh. Artiste është ajo, po. Dhe më ka thënë, sa vjet keni bashku? I bëja 3 vjet, mirë. Po keni kaluar 2 vjet pauzën. Aha, keni rrugën e gjatë, po. Keni rrugën e gjatë. Sipas hasur të pengesat që na i dikën një pjesë e grupit, kështu. Jo, se mi ndar akoma, shqyrë zotit, sa më larg. Keni krijuar këtë kimin unikal, unifikuar. Jemi shok në fillim, pastaj jemi çuna grupi. E bukur shumë. Tani do të kemi mundësi të kalojmë tek një rubrikë e cila është përgatitur dhe quhet po ose jo. Do përgjigjesh Niki me po ose jo. Vërtet apo sfid? Fiks tamam aty. Kështu që pa humbur kohë miq do të filtra, kështu i mirë hat. Bukur. Ja, shikoj aty pa filtra. Kemi këtu, Do të bësh pa filtra.
Po, do mundohem. Kur të pyesim ne ti tregon. Hajde, okej. Kështu e kemi pa filtra. Në ndihmon dhe timeri nga regjia, ndihesh më mirë kur je vetëm se sa me shumë njerëz përreth. Po ose jo. Varin situata, por shpisë edhe kohës po. E kuptoj, a je tip që i dedikohesh një hobi për të kaluar kohën? Po, a mendon se sukseset e tua kanë ardhur për shkak të mundit tënd apo fatit? Mundit, a je një person që pëlqen të shijosh çdo moment të jetës edhe kur je ngarkuar? Po. A të pëlqen të shpenzosh kohë duke bërë aktivitete kreative jashtë muzikës? Po. A je tip që përdor rroba të reja çdo ditë apo të pëlqen të mbash ato të vjetrat? Edhe po dhe jo. Okej. Po, se jesh një style. A je në kërkim të gjithmonë të diçka të re dhe të papritur? Po. A je më shumë person që pëlqen të dhurosh se sa të marrësh? Merr më shumë. Unë jap më shumë, po ka raste të marr. Jap më shumë. Okej. A të ndihmon muzika për kaluar momentet e vështira në jetë? A ndihesh ndonjëherë i sforcuar nga kërkesat e publikut dhe medias? Jo. Media ka qenë një ndihmës, mendon për ty? Po, ndihmës se kam pasur një presion që të bëj diçka komerciale ose kështu që nuk je pro komercialitetin. Jo, s'jam pro, thjesht ata që bëjnë. Është lloj muzikës tyre, nuk ka asnjë gjë, po për mua s'është stili. Jo, ndërton ata aspektin tënd. Dërgoj të vazhdojmë, a të pëlqen të bësh dus për shembull duke kënduar? Po, një artisti kjo. E ka veten në herë të këndon kështu. A beson se bukuria e natyrës mund ndikojë në kreativitetin tënd? Si të lutem ndonjëherë? Të frymëzon natyra? Apo nuk është? Ka raste kur shoh domethënë pamje që jam duke rrugës diku për një vend jashtë Tirane, edhe më kap një frymëzim. Se për shembull e di që këta që bëjnë balada patjetër frymëzojnë nga dashuria, ti që bën rock, ku frymëzohesh ti për shembull si shkruan tekstet e tua? Zakonisht una kapet me diçka që kam inat më shumë. Që kam inatit me diçka, domethënë që është agresiviteti shqiptar për shembull të frymëzon, të motivon. Sistemi shqiptar ndoshta, Do e godisje shqiptar. Ja, këtu pikërisht tu ndalemi. Mirë, miq, do të vazhdojmë tani. A je i hapur të provuar diçka të re dhe kur nuk je i sigurt? Po. Okej. A ka momente kur do të ishe më i hapur me fansat e tu dhe jam goxha i hapur. Nga 1 tek 10, sa i hapur? 8. Pse 8? Po 8 thash. Se janë dy. Ato dy tjerat, po. Do hyjë Big Brother për shembull. Do pranoj ftesë nga Big Brother, mendon se s'ka tapulte mirë të rritë, përforcon, të gjësh dua unë. Jo, pse jo? Si njohuri po. Po pse jo? Po, besoj se një rocker shqiptar ka rrugën gjatë në Big Brother. Domethënë mund të ketë të arrijë diçka, por pse mendon? Se kjo është interesante. Jemi zakonisht nuk gjykoj domosdoshmë si stereotip rocker, po ne kemi shpirtin shumë të pastër dhe nuk durojmë dot padrejtësi, kështu që sa e bukur kjo, mirë mistifikimi, mirë, bukur. Duke parë edhe rocker të tjerë që janë futur, e kanë parë që nuk e kanë ndruar dot ato provokimet që ndodhin zakonisht atje, duke ndjekur më sa kanë ndjekur që nuk i japin dot fytyrë false. E kuptoj, po. Rebeloheni dhe shpirti juaj flet nëpërmjet këngës, padrejtësive që krijohen aty brenda dhe përtej kësaj. E kuptoj. Varet nga tipi gjithmonë, është thjesht mendimi im duke pa nga ajo që ndërton. E kuptoj. Kema pyetje ti? Tani ne kishte ndonjë pyetje ti? Po ideja ishte që si ti nuk i mbështet këto këngët komerciale. Jo, s'është se nuk i mbështet, po nuk i mbështet për veten time, domethënë që nuk do e merra unë përsipër të këndoja një këngë komerciale, e kupton? E ndjeti konkurrencën në tregun tonë muzikor shqiptar? Konkurrencë për çfarë? Konkurrencë që dikush po të dikush klikohet më shumë, dikush dëgjohet më shumë, dikush pëlqehet më shumë, duart trokite, për çfarë arsye konkretisht ndodh kjo? Kjo është, domethënë klikimet nuk e marrim gjithmonë në tregun ton si njësi mace për suksesin, por është bërë aq e përzierë sepse shumica i blen, me thon drejtën, është goxha i përhapur për faktin që blehet. Ka artistë shqiptar që blen klikime do të thosh? Jo komplet 100% të klikimeve, por ka 1% të saktuar 25-30-50 në raste të tilla që blien. Ti flet mirë se do t'i mbash mirë raportet me të gjitha, po gjithsesi pohoj. Tani edhe rockerët dhe tani ai duhet që të jesh shpirtin tënd rebel. Vlerësoj që shumica që kanë klikime të mëdha kanë pasur një boost që është i bler. Është si teknik si që e përhapur edhe në botë, në thënë drejtën, që është taktik biznesi që bëhet boost një moment të. Po, sigurisht, po, dëgjoj, përveç atributit që babi jot ka dhënë në skenë prej
nuk di, prej dekada ashtu të tëra, patjetër. Të kanë përkëdhelur pak më shumë fati ose të gjithë kolegët e babit ose dashamirë si. Ka qenë një suport, unë ja kam bërë një herë të pyetje Nikit, po ja ta dëgjojmë edhe një herë kështu. Ka qenë suport shumë i madh sepse babim ka hije shumë të rëndë, ka peshë shumë të fortë tek artistët e tjerë dhe në qoftë se unë nuk do kisha talent ose nuk do kisha punuar fort për muzikën, besoj që nuk do ja kisha dalë. Sa fëmijë jeni juve? Një, tek pulli. Wow, fokus i bën energji, aq mirë ka punuar babi me ty sa që të kanë nxjerr talent. Por që Niki do thuash që ka qenë puna jote, talenti, se sado që të kesh një përkrahje të prindit në këtë rast, nëse ti nuk je artist, nuk ja del dot. Sigurisht është një peshë më lehtë, më bie më lehtë. O e ke ose ke. Se ka njerëz që të fushës që më njohin për babit, domethënë. Edhe më treton, domethënë, jo si një njerëz të ri, po si tani Niki është djali i babit apo është autoritet i si të njohin tani djali Alket Zaimit apo më para kanë thënë çuni Alketit, babi Nikit. Tani babi Nikit, se ka ndryshuar gjërat. Domethënë, si shijon më shumë. Aty vjen i natit që thotë, "Ua, e kupton ku më bëre." Po shumica sigurisht që ai ndihet krenari. Më të shumta ka qenë djali Alketit normalisht. Ashtu thon për herë, shumica e Vjosës një grup që nuk është shqiptar që nuk është ta them që është turp që edhe I do akoma. Patjetër që tani qysh Zotit nuk është unë jam rocker për ti. Ti e ke bërë një duet me babin, a? Atë dhe unë mos e lër birë. Një këngë shumë e bukur. Po ja pak ta kapim refrenin. Atë dhe unë mos e lër birë, jepi. Ky është vendi lër baba të ik, në më do si syt. Ke dal pak jashtë vetes tu, Niki? Jo, është kënga e parë, nuk e dija ku po ikja. Me thënë drejtën. Ishte eksperiment, po dija ku po ikja. U përshafua mirë nga publiku. Atë këngë unë e kam kënduar me aq shumë zor, se ke ide. Vërtet, nuk është ndjer fare. Jo, unë aty nuk kam ditë fare me këndu. Ka thonë, domethënë jam zënë me babën, por nuk e këndoj. Jo, ke për ta kënduar. Do ta bëj. Se kisha turp, këto se kënga e parë. E po do të urdhëroj babi dhe për të kënduar e do këndoj. Po se ai e shifte diçka, e kupton? Më shumë te roku. Ai e shikonte diçka që ka potenciale dhe prandaj ka insistuar se una me veten time nga që kisha të vet kritikën, të vet kontrollin që po e bëj gabim më mirë. E lë dhe ta kap në një moment dy, po duhej bër. Po duhej bër se ishte periudha shumë e vështirë në atë kohë që numri I të rinjve shqiptarë për largoshe ishte goxha I lartë. E vërtetë. Dhe po shifnim çdo moment po shifnim njerëz që iknin. Më kuptoj. Po mirë, konkretisht çfarë ka lidhur me muzika dhe teknologjia, dëshira për të përfshirë tek inteligjenca artificiale? Çfarë ka lidhur ty me këtë? Se ndonjëherë më dukeni sa shumë artist, po njëkohësisht edhe shumë racional, edhe shumë apo jemi për të marrë me një profesion të tillë. Ti je një artist sot, duhet të kesh një profesion rezervë kështu, një gomë rezervë. Kjo është një arsye tjetër. Strategji apo si ka lidhur? Kjo është një arsye tjetër. Shiko, ka artist që bin jetesë vetëm me muzikë. Që I mjafton vetëm muzika, por ka të tjerë që nuk I mjafton vetëm muzika. Unë me thonë të drejtën 2 vitet e fundit kam pasur mundësi të punsohem, por nuk e kam pasur nevojën, sepse nga muzika ka marrë të ardhur relativisht mira. E ke fjalën punsohesh tek pjesa e inteligjencës artificiale. Tek zanati im. Kam pasur në zanatin tënd ti çfarë bësh nesër një të ardhme pas studion? Si quhesh në këtë rast? Unë kryesisht, domethënë kam të dyzuar pjesën e masterit dhe inteligjencë artificiale dhe cyber security. Unë më I fokusuar te cyberi. Unë mund të filloj si analist. Analist I security office, domethënë. Unë bëj, le të themi, skanoj, ruaj biznesin ose çfarë do lloj gjë që mund t'i kërcënoj një biznesi, banke, le të themi, ose nga ana teknologjike klasike. Është një degere në treg, kjo se më falë një sekondë Angel, se për gjithë ata që kjo është degere, nuk është degere, kjo deg ka qenë, por kohëve të fundit fokusi. Duke parë sulmet që po ndodhin dita pas dite. Sulmet kibernetike. Është shumë e kërkuar. Sulmet, e kuptoj. Tani të spes pak si se e bëm çik serioz dhe ta dramatizojmë çik se jemi pa filtra. Si me aktrimin ti Niki? Aktron bukur. Shiko, un kam pasur un kam pasur 2 raste aktrimi. Se një artist do të thotë çka kam pasur 2 raste aktrimi. Mos më aktru me të drejtën, po kam pasur 2 raste që më është dashur të aktroj. Dhe? Hera parë fare ka qenë
festivali Gjergj Shtrola, festivali përsëri mes gjimnazeve, por për aktrim vetëm. Okej. Dhe kam bërë një shfaqje 3 shkencëtarë, diçka tjetër nuk e mbaj mend, kam qenë si ka prevaluar, ka qenë mirë. Unë aty jam futur vetëm që se do të luaja piano. Kisha ca linja, e kupton? Mirë, ja do ta testojmë tani. Shko si është kjo rubrika jonë tani. I ftuari duhet të imitoj karaktere të njohura ose figura të përditshme. Domethënë, do bëjmë një personazh, një policë që përpiqet të duket i rrept por nuk i ecën. Domethënë, do të jep ti rrept ky polici por nuk i ecën. Si do ta imitoje ti për shembull këtë? Ja, për shembull po i skanojmë, po ecin ndërkohë. Bi, po i bëri asë në timon, po Qa gjeti? Unë jam polici tash? Ti je polici, do të bësh i rrept por nuk i rrept. Vajz, patentën, e kupton me ekran çka ky. Si që bëjnë polici. Ndërkohë që ti je shumë i butë, do të bësh muzikë, për se ka thënë janë duke dëgjuar muzikë me këngë. Hajde ta skenojmë situatën tani. Pa filtra. Po, okay, hajde. Ta testojmë se po çat shohim me Gjoni Shkreti. Se mund të jetë një pilot i mirë kjo. Po qa, ku ndalën me këtë këngë ty? Ku t'ap rrugën me këtë këngë? Habi që kam. Patentën leje qarkullimit të lutem. Të qa bëra? Po të gjë muzikë shumë të lartë. Vërtetë? Pa tjetër. Po, makinën ti me shefi ti po bëja. Po jo, po në shqetëson me disi. Shumë bukur. O gallat. Po ka ish polici mirë. Patentën tani do më hapësh apo jo? Po patentën po dëgjoj, vetëm pik mos mol aty. Do t'ull. Pse ma? Ja 3 pikë poje. Po muzikë kështu, nga këto gjëra kështu për organizmin. Po jo, ti po shqetëson banorët në atë moment. Janë drek, po flenë gjumra. Se diti? Jo, po në rrugë kryesore isha këtë shau. Po jo, jenë në rrugë robi atë muzikën. Si quhen këto rrugë urbane, quhen këto që janë nëpër lagje, po, janë rrugë urbane. Po mirë gjam. Okej, ta japun, po do më do shkosh shumë? Se di varet. Dorën zemra bëri dhe, son tani kam xhirime po nxitoja. Po ke xhirime. Për të kapur ritmin. Po ke xhirime. Do më premtosh që do më ftosh mua si polici herë do të le. Do më do vërtet. Premtoja. Okej. Do marrë intervistën me Niki Zajni që kam tani se ja xhaxhi policia marrë. U kry. Okej, mirë. Faleminderit. Patentën e do? Po do. Kaloj me sukses, ndërkohë që do të vazhdoj me një influencer që reklamon krem, por në të vërtetë nuk e ka përdorur vetë fare. Ka ndodhur shpesh. Ajo pasha e kremit kjo, gjithë si quhetore, Falcona, si quhet kjo? Paketimi është plot full, pa e provuar kurrë ajo. Ai s'e ka provuar. Se kam pasierën domethënë. Ai s'e ka përdor vetë, po e reklamon se i duhen ato shkreta. Duke më dhënë sikur përdor kremra, qafsh mu për zotin. Po zot, si mund ta reklamojnë? Okej. Hajde. Kemi ne kështu kuptim. Ja, me telefonin kështu. Ja, ke aty një çantë, orë me. Ja. Me telefonin, kemi telefonin, me telefonin. Ja, mbaj kështu tregoja. Okej, ky është. Përshëndetje vajza, ky është kremi më mirë. Unë jam influencer tamam. Influencer i miri në treg, Niki Zajni. Ajo aty e fiksa. Ky është kremi i fytyrës, m'duket për të hequr puçrat, është me keratinë dhe me acid, acid po, që të shkrihet fytyra. Të shkrihet. Lere se djavose fare. S'ka me ta vlen askush tani. Kjo është anti reklama me bukur që kam dëgjuar. E bukur ishte. E bukur shumë ishte. Patjetër që s'ka më edhe një të fundit. Aktrimi tjetër ka me lek. Të duhet të bësh të dashurin xheloz që përpiqet të jetë i qetë. O zoti ma. Se jam mas xhelozë vëlla. Dgjoj, hajde ta bëjmë të dashur edhe ndërkohë. Unë kam kapur ty një mesazh në telefon, do më ngjaposh sqarim ti mua për të që shikoj. Dgjoj Niki. Çfarë është ky mesazh këtu? Kush mesazh? Shikoja. Kush mesazh? Kjo, përveç se ti të ka dërguar një mesazh, nuk e çka dashur të pyes. Jo, ti koncertin e fundit patë me atë lokalin atje apo jo? Po. Ti dhe sqarim atje apo jo? Po ishte gruaja ti apo ishte vetë ai pronari që folën me ta? Jo, ishte nga këto fancet me që vinë për. Kjo, vajza, pse do të bëj like në Instagram ty? Po tash do të bëj se jemi person publik. Jo, shiko, dgjoj. Se okay like-un, po mesazhin çfarë do të shkruaj? Po mirë, kur jetë në Instagram, thot aty reply. Për çfarë është vënë ajo? Reply? Po. Po si do të komentoj ai vazhdimisht? Po i pëlqen muzika.
Mos ka një gjë tjetër. Jo, asnjëherë në botë. Do më tregosh të vërtetën. Asnjëherë në botë. Jo, Asnjëherë në botë. Diçka fshija. Po ti pse bësh xheloze? Jo, po sigurisht, jemi bashkë. Po jo, valla, do të bësh xheloze për këtë punë. Unë marr si ofendim. Ishte epike mbyllja. Jo, as bëhet lart, të bësh fare tema të tilla është pe kod domethënë. Ti e di shumë të dyja shumë. Un kam sy vetëm për ty o shpirt. Jo, se ti fillon me like sot, nesër një koment, nesër një takim, një ti du ta vësh re, una këndoj dhe shoh tavanin, nuk shoh fasi gol tjetër. Kaq vlerë sot, do të mbosh fare, shaf, kaq ishte më parë. Këndoj një këngë karriera. Bravo, zot. Edhe një të fundit, pasagjeri që bën zhurmë gjatë fluturimit. Pasagjeri që bën zhurmë gjatë fluturimit. Shiko, meshe jemi, okay. Unë, ku në fluturim po në avion? Po në avion. Fluturojmë, Po gjatë fluturimit pra, se s'po them gjatë. Dhe kemi histori të bukur për fluturimin pas pak. Pas pak. Do bëj shumë bukur. Në portokale moje të ndalon në ty. Zonja, të lutem se kam dhimbje koke dhe më shkakton shumë probleme. Po, për shefin tim, valla, kam ka ikur për në rrugë. Tani të lutem po them sepse kam paguar këtë bilet për të udhëtuar, jo për duruar ty. Vërtet, kufje, dhe ti dhe nish rrugën. Jo, s'kam kufje, ty s'të duroj tani. Ju lutem stuardesa, ju lutem po më krijon probleme. Hidhe nga avioni. Do ja mbyllni gojën sa apo ta kap tani dhe mbyllni gojën. Pra, një rubrikë shumë e bukur kjo miqë e cila patjetër që do ta zhvillojmë, por si ta mbyllim? Do ta mbyllim me muzikë. Po, patjetër. Ti do zemra juaj. Zakonisht do që kur këndojmë këtë këngë dalin lekët vetë nga xhepi, sepse normal thret origjina, thret gjaku. Po e bëm një këngë bëm. Hajde. Kë ke të preferuar? Gjitha babit i kam, po këto më të njohurat. Ata më të bukur. Kë do bëm? Një që e dini dhe ju. Hajde kapi. Po kjo? Do më ndihmosh? Do përpishem, nuk e di atë shikon. Po kjo shumë e lartë. Këtë kam orkestruar unë, by the way, Dëgjom. Ja, prej këta. Hënje. Jo, ta më shkita. Bëj qikto. O fil gjanë, baba gjanë, pije moj tu bëfsha kurban. O da jo tu bëfsha ferë, pije moj krushkun dhe një herë. Per, shumë e bukur. Ishte? Po pa tjetër. Sa evente familjare ka shoqëruar kjo këngë, kjo muzikë. Sa çifte janë martuar. Është bërë fixhani got. Shumë e bukur. Një mesazh tani, kemi mbyllur me mesazh të bukur për gjithë artistët e rinj, cilët janë duke na ndjekur në këto momente që mund të shërbej kjo si një muzë frymëzimi. Sa e bukur, është të mendojmë që për të ishte shumë e bukur. Artistëve të rinj që janë gjithashtu kolegët e mi, sepse unë jam akoma në një artist i madh që thuash jemi njohur shumë, të jenë vetvetja dhe të bëjnë artin që duan, jo artin që kërkojnë. Sa bukur kjo. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur, ja, të bëjnë atë që duan, jo atë që duhet, sepse imponojnë të tjerët. Mesazh perl, shumë i bukur i goditur, vjen nga një artist, kështu që do ta mbyllim me këtë se nuk ka se si e mbyllim më bukur se kaq. Gjithë të mirë që kishte edhe nga ndave me ne këtu, që më pëlqeu jashtëzakonisht shumë për te çdo lloj gjëje, edhe shumë modest. Shumë faleminderit. Modestia është art sot, jo të gjithë kanë të veshur në Ndonjëherë kur e keni në petkun tënd të shoqëron më gjatë. Ndonjëherë bëjmë shumë gabim që jemi modest në këtë botë, po duhet të themi se të jemi realist fundit, kështu që. Dhe duhet të dish se me këtë duhet të jesh dhe modest. Patjetër. Shumë e bukur. Mesazhe argëtim, kënduam për thyem, folëm qeshëm gjitha i bëmish, kështu që do ju lëm ritakim si gjithmonë ditën e hënë me një tjetër të ftuar. Mirupafshim. Ciao.